Zoti kryetar, zonja e zotrinj deputet, dashur qytetar shqiptar, spari dua t'i falenderoj të dy kolegët që morën përsi për detyrën e ngarkuar nga kuvendi për të hartuar me urgjencë një deklarat e cila u prezantua këtu në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në emër të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Dua të shpreh qartazi se kjo deklarat është në konsekuencë të plot me qëndrimet e Partisë Socialiste të Shqipërisë në këto 35 vite në kuvendin e Shqipërisë, sa i përket çështjeve që lidhen me Kosovën, çështjeve që lidhen me pastërtinë e luftës çlirimtare në Kosovë dhe me çështjet që lidhen edhe me arsyet, raportet, faktet që çuan në krijimin e kësaj gjykate dhe për fat keq edhe në këtë kërkesë përfundimtare të prokurisë speciale të dhomave të specializuar në Hag ndaj drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Zonja e zotrinj, dashur qytetar shqiptar, sikur sot të ishte gjallë heroin kombëtar Adem Jashari, sipas këtyre prokurorëve, edhe ai duhet dënohej me 45 vite burg se luftoi për lirinë e vendit vet, por heroin kombëtar Adem Jashari bashkë me shumë heroin të tjerë që u përmendën këtu, nuk mund të përballen me këtë akt akuzë sepse pushtuesi i ka vrarë Bill Clinton, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do ta quante fitoren e pavarësisë e lirisë në Kosovë një fitore demokracisë dhe vlerave të saj, duke nënvizuar se edhe kombet e vogla mund fitojnë nëse e drejta qëndron pas tyre. Kosova për botën dhe Shtetet Bashkuara, për NATO-n qëndroi për diçka më të madhe se sa vetë Kosova. Sipas kësaj pretence dhe Bill Clinton, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që urdhëroi forcat e NATO-s të ndërhyjnë kundër forcave serbe që vrisnin e prisnin këto që i dilte përpara, duhet shpallur fajtor. Sipas tyre dhe i dëgjuam me vesh në habit madhe edhe Wesley Clark apo James Rubin, përfaqësuesit më të lartë të NATO-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk pas kanë thënë vërtetën para gjykatës. Pretenca në Hag kundër komandantëve të UÇK-s nuk ka asnjë dyshim, jo për ne shqiptarët, por të gjitha kombet e lira, është një batërdi e tmerrshme dhe padyshim është një balt në vijim të baltave që janë përpjekur të hidhen në këto 27 vite kundër luftës çlirimtare në Kosovë. Qëndresa paqësore e popullit të Kosovës, betejë e drejtë për liri e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe valët biblike njerëzore që i iknin kasaphanës na qenë kanë zeruar duke i lënë vendin trillimeve se gjoja ushtria shqiptare e Kosovës sipas tyre ka pasur qenë një grup i strukturuar kriminal me drejtim, me zbatim dhe gjithçka tjetër. Ajo pretencë motra e vëllezër shqiptar është një alarm i madh. Por secilin prej nesh këtu, për ata që na kanë dhënë nderin e madh t'i përfaqësojmë dhe për çdo shqiptar në çdo cep të globit, sepse nëse ajo gjykat e gje në fund të këtij procesi i referohet këtij dokumenti të kësaj prokurie, i bi që shqiptarët na qenë nga vrasës, shqiptarët na qenë nga një komb i cili kur lufton për liri bëka dhe grupe kriminale. Duke qenë bindur
se pavarësisht se nuk mund vendosen paralele midis masakrave të njerëzore, spastrimeve etnike, vrasjeve, përdhunimeve dhe krimeve të luftës, nga drejtuesit e vërtet të makinerisë zyrtare luftarake serbe dhe paramilitarët e saj gjatë luftës, dhe integritetit të kauzës së drejtë të luftës UÇK-s si reagim në mbrojtje të jetës dhe lirisë popullit Kosovës, kam një pyetje për prokurorët. Janë 12.000 bi e bia shqiptar të cilëve ju grabit jeta në Kosovë. Janë 20.000 gra dhe vajza shqiptare në Kosovë që u përdhunuan. Janë dhe 1.600 shqiptare të vdekur e të pakallur, ose si i thonë me këtë gjuhën byrokratike të Hagës, rezultojnë të zhdukur. Po për këta, çfarë mund bëhet? Dhe si do t'i bëhet? Dhe monumenti i errësirës nuk mbaron me kaq. Sot komandantët e UÇK-s përballen me plot 180 vjet burg. Kërkesa përfundimtare e prokurorëve të UÇK-s. I hodha dhe unë një sy, sikurse shumë për ju shebët, ndaj të gjithë personave të akuzuar nga makineria vrasëse serbe në Kosovë, dhe nuk gjeta askënd prej tyre, të paktën për krimet e Kosovës, që të kishte mbi supe një kërkesë me 45 vite burg. Kur bëhet fjalë për 12.000 të vrarë, 20.000 vajza të përdhunuara dhe 1.600 zhdukur. Kërkesat e prokurorisë speciale në Hagë, në rastin në fjalë, varionin mes 18, 20, 22, 23 vjet. Vetëm njërin gjeta, po këtë nuk e gjeta në krimet e Kosovës, po gjeta krye kriminalin e Europës pas luftës dytë botërore, Ratko Mladić, ndaj të cilit kjo prokurori kishte kërkuar po 45 vjeç. 45 vjet burg. Shikoni se si mund të mdekdiset trillimi deri në atë pikë që të barazosh krye kriminalin i cili akuzohet për 8.000 viktima në Srebrenicë, ndërkohë që nuk ka asnjë provë, sikurse e tha zoti Leskaj, nuk ka asnjë provë, asnjë fakt ndaj komandantëve të UÇK-s. Zonja e Zotëri, Kuvendi i Shqipërisë, kjo sallë këtu, me përbërje tjetër, i ka kërkuar zyrtarisht Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të rishikojë rezolutën 1782/2011 dhe të shpallën të pabazuara pretendimet për trafik palishëm të organeve njerëzore në Shqipërinë, Kosovë, në dritën e zhvillimeve që kanë ndodhur gjatë kësaj dekade, fakteve, prova dhe informacionet përditësuar. Pra, Shqipëria si një vend antar i Këshillit të Evropës, në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ka goditur dokumentin bazë mbi cilin është ngritur kjo gjykatë. Pa i hyrë atij diskutimit të fajeve dhe të arsyeve pse u ngrit, pse u hartua ai dokument. Pra, praktikisht ky kuvend i Shqipërisë me deklaratën e sotme është konsekuent në atë që ka thënë ndër vite. Dhe unë mendoj që edhe në përmbyllje të fjalës time, dua që ta kuptojmë gjithë se sa e rëndë është për ne si komb ajo kërkesë dhe dua t'ju ftoj të gjithëve kush ka mundësi natyrshëm, por dua të ftoj gjithë kombin shqiptar, gjithë popullin shqiptar në 17 shkurt, në orën 14 duhet jemi të gjithë në Prishtinë. Faleminderit. Faleminderit. Nga deputetët jashtë grupeve parlamentare, fjalën e ka kërkuar zoti Erald Kapri.